E premte e zezë ka qenë dita e djeshme për shoferët të cilët nuk i kanë respektuar rregullat e komunikacionit. Vetëm gjatë ditës së djeshme, policia ka shqiptuar 1062 gjoba, prej të cilave 716 janë për shoferët të cilët e kanë tejkaluar shpejtësinë e lejuar. Si rezultat i kontrollave të rregullta të trafikut të realizuara nga punonjësit e policisë në të gjitha sektorët, nga gjithse 1065 gjoba të lëshuara, 716 shkelje lidhen me shoferë që nuk kanë respektuar shpejtësinë e lejuar. Sipas përmbledhjes statistikore të aktivitetit policor, u regjistruan gjithashtu 50 shkelje për parkim të gabuar, 82 masa për shofer pa leje drejtimi, 14 gjoba për shofer fillestar, 16 gjoba për drejtim në ndikimin e alkoolit. Nga ana tjetër, sipas ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, janë gjobitur edhe 8 motociklistë për mosmbajtje të helmetes mbrojtëse, si dhe 2 këmbësor. Gjithashtu, 44 pjesëmarrës në trafik janë gjobitur për mospërdorim të rripit të sigurimit. Sipas ligjit për automjetet, 23 automjete janë ndaluar nga qarkullimi për shkak të mosregjistrimit dhe një automjet për shkak të defekteve teknike, ndërsa një shofer ka marrë gjobë për mosrespektim të kushteve të erësimit të xhamave të automjetit.